Punimet për rikonstruksionin e stadiumit Loro Boriçit të Shkodrës po ecin me ritme shumë të ngadalta. Synimi ishte që ai të ishte gati për ndeshjen e tetorit me Serbin, por zhvendosja e këtij takimi në Elbasan ka shkaktuar zvarritje në punime. Përfaqësues të klubit Vllaznia thonë se transferimi i ndeshjeve të kësaj skuadre jashtë qytetit ka sjellë edhe rezultatet e dobta në 3 javët e para të Superligës, ku shkodranët kanë regjistruar 3 humbje. Klubi Futbolli Vllaznia shpreh shqetësimin në lidhje me këtë çështje sepse po na bëhet një dëm i madh financiar dhe sportiv, dhe kjo pa diskutim që ka ndikimin e vet tek skuadra jon. Po bëjmë këtë deklaratë që të tërheqin vëmendjen e të gjithë personave të cilët kanë ndikim në marrëdhënien kontraktuale në çështjen e stadiumit, me shpresë se gjërat do të ndryshojnë dhe ritmi i punimit do të rritet sërish. Klubi Vllaznia thotë se do të vazhdojë të kërkojë nga organet kompetente që të ushtrojnë presion tek firma ndërtuese për përshpejtimin e punimeve. Drejtuesit e klubit shprehën se me kthimin e skuadrës në shtëpi do të vinë edhe rezultatet pozitive.